me represionin e qeverisë, të ndërtojmë një politikë tjetër, më njerëzore, me këmbë në tokë, duke dëgjuar njëri tjetrin, larg armiqve imagjinar, larg vjedhjeve, mashtrimeve, abuzimeve, zvarritje me kohën dhe jetën e shqiptarëve. Të konsolidojmë shtetin shqiptar bashkë me partnerët strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Askush nuk i ka asnjë ditë borxh Edi Ramës dhe të gjithë politikës vjetër që e mban këmbë Edi Ramën. Askush nuk frymëzohet dhe nuk i duhet politika nëse nuk i shërben njerëzve dhe nuk i shërben ndryshimit. Prandaj miq, e ritheksoj disa herë, prania e sonde e juaja me emocionon, sepse tregon se ende ka shqiptar që nuk janë dorëzuar, se ka demokrat që nuk dorëzohen, që nuk e pranojnë këtë degradim, këtë standard mizerabël të përfaqësimit të interesave të qytetarëve, që duan të dëgjojnë dhe të flasin për të ardhmen, jo të rrinë me kokën pas, me idiotësit dhe me gabimet e përsëritura. Motra dhe vëllezër, Shqipëria sot po kalon një nga periudhat më të vështira në 35 vitet e post-komunizmit. Degradimi i qeverisjes së Edi Ramës i rri si një gur i rënd mbi supet e shqiptarëve. Vjedhjet e tij dhe të shpurës së tij, dëmi i tij në xhepat e shqiptarëve e kalon edhe vitin e mbrapsht 1997. Por nuk jemi vetëm më përballë gabimeve të tij. Jemi përballë një modeli të degeneruar në korrupsion kapilar në çdo halk. Braktisje totale ndaj shoqërisë, pa aftësi për të drejtuar vendin, rrëshqitje jashtë kontrollit të institucioneve shtetërore. Kur Shqipëria nuk ka pasur një shtet me institucione kaq të dobta, kaq larkallave dhe problemeve të familjeve, të dërinjve, të fëmijëve, të pensionistëve, të profesionistëve. Realiteti është një shuplak për të gjithë qytetarët. Pamundësi e strehimit për familjet, problemet ekonomike, mungesë mundësish, shëndetësim mizerabël, arsim mizerabël, pastrim, shërbime, infrastrukturë si në mesjet, sistem vlerash të kalbur, ndërkohë që miliarda euro harxhohen duke avulluar në xhepat e qeveritarëve nëpërmjet korrupsionit. A i keni parë pamjet e këtyre ditëve në Shqipërinë e krusur, të trishtuar, përmbysje në çdo cep të Shqipërisë për shkak të vjedhjeve me hidrovoret, me kanalizimet, me ndërtimet e pa planifikuara. Zjarre që djegin pasuri e tokë, miliona euro u dogjen tek 5 Maj në Tiranë. Prona që nuk mbrohen, aty sidomos ku ka interesa për të ndërtuar pallate dhe qytetarët përfundojnë me pronat të djegura. Asnjë siguri, asnjë garanci nga institucionet. E keni parë se si rruga Qukës Qafloç e tenderuar që në vitin 2013 me $65 milion ka shkuar 260 milion euro dhe e keni parë se si ka rrëshqit edhe është e pakalueshme. E keni parë edhe cilësinë e rrugës. Po i vodhën ajdutët. Një rrugë e cila shkurton vetëm 10 minuta, po ndërkohë është ndërtuar, siç e thoni ju dhe siç e themi këte, si sytë vetë kanë bërë atë rrugë dhe rrezikojnë jetën e qytetarëve që kalojnë atë rrugë në çdo moment. Ministrat dalin 5 minuta para kamerave dhe më pas ngrohen oxhaqet e korrupsionit dhe të babëzisë. Rrinë dhe i bëjnë kashillek një Shqipëri e tërë, ndërkohë që duhet ishin në arrest për abuzimet që kanë bërë me detyrën. Mbajnë peng të gjithë shoqërinë me hallet e veta, si të pa cip dhe të pa turpshëm që janë, nuk pyesin as për ligj, as për moral dhe as për përgjegjësi politike. Kjo situatë nuk është thjesht e keqe, është e pa imagjinueshme për një shtet normal, edhe për një demokraci, si kjo e jona, që është thuajse hibride dhe autokraci. Nuk kemi vetëm një krizë politike, po krizë shtetërore dhe morale, dhe ky është rreziku më i madh që ka Shqipëria e sotme. Qeveria e Edi Ramës ka dalë jashtë kontrollit dhe është urgjente që shqiptarët t'i thërrasin të marrin fatin e tyre në dorë. Shqiptarët sot nuk kërkojnë luks. Shqiptarët kërkojnë normalitet. Shqiptarët sot kërkojnë respekt. Kërkojnë një politikë njerëzore. Dhe është përgjegjësi historike për ta mbyllur këtë kapitull, që në bindjen time
koha e këtij kapërcimi, koha e ndryshimit në një etapë tjetër për një Shqipëri demokratike ka ardhur. Por ndryshimi nuk vjen vetëm duke thënë se sa keq është qeveria, se nuk ka shqiptar sot që nuk e di që qeveria është e korruptuar, apo jo? Ka njeri që nuk e di qeveria është e korruptuar, kokë e këm, po apo jo? Por ndryshimi vjen edhe duke ndërtuar ne, Partia Demokratike e Shqipërisë, alternativë të besueshme. Ndryshimi vjen edhe duke pasur ne dhe duke marrë përgjegjësitë tona. Partia Demokratike po kalon një krizë, e cila duket për shkak të rezultateve të fundit. Nuk ka kuptim ta mohojmë. Demokratët janë të lodhur. Një pjesë e madhe e demokratëve po njësoj me të cilët kanë folur, po njësoj mendojnë si ne, një pjesë nëse nuk do të shikojnë dhe nuk do të shohin një shpresë për ndryshim, do të rrinë në shtëpitë e tyre dhe po rrinë në shtëpitë e tyre të zhgënjur nga situata në Partinë Demokratike. Ata kërkojnë më shumë dëgjim, më shumë hapje të Partisë Demokratike, më shumë respekt, sepse kjo krizë nuk është dobësi, është një sinjal që ne duhet të lexojmë si të tillë. Sinjal se Partia Demokratike duhet të ripërtërihet, jo vetëm në emra dhe jo në emra, por në frymë, në sjellje, në marrëdhënie me njerëzit. Partia Demokratike duhet të bëhet sërish shtëpia politike e gjithë shqiptarëve, jo vetëm e demokratëve. Një shtëpi e hapur, ku njerëzit hyjnë pa frikë, ku fjala dëgohet, ku mendimi respektohet. Pa një Parti Demokratike të fortë dhe të besueshme, Shqipëria nuk ka ndryshim. Dhe tani, miq të dashur, më lejoni ta mbyll këtë fjalë duke ju folur jo si politikan, por si njëri prej jush, që kemi bërë betejë politike, që kemi ndarë kohë bashku, që kemi ndarë ide dhe përballje me qeverinë. Sonte ajo që po ndodh edhe ndodhi këtu në Korçë ka shumë rëndësi. Jo sepse ne po flasim për çfarë po ndodh me realitetin politik, pasi atë e din të gjithë. Po ka rëndësi shumë të madhe për shkak të pranisë të jashtëzakonshme brenda dhe jashtë kësaj salle, sepse prania juaj sot është një mesazh i qartë për të gjithë ata që mendojnë që demokratët janë dorëzuar. Partia Demokratike është një fuqi e jashtëzakonshme. Demokratët kanë një fuqi të jashtëzakonshme. Ju sot e keni manifestuar dhe po e manifestoni. Takimi sotëm është një mesazh për një sistem ekonomik të errët që ka një qeveri që ka kapur prej fyti Shqipërinë dhe politikën, të cilët gjithashtu rrinë sot të strukur nga drejtësia. Një sistem që e ka humbur lidhjen me realitetin, që e ka degraduar politikën dhe shtetin, por që duhet thënë, fal punës së fundit të strukturës posaçme antikorrupsion, qeveria po i humb pjesët e saj një dhe nga një. Por të dashur miq, drejtësia ngre vetëm akuza. Politika i propozon edhe jep zgjidhje dhe ne duhet t'i japim zgjidhjet.